Çfarë ti themi atij bashkëshorti musliman praktikant që sa vjen nga puna gjithë kohën e kalon në telefon dhe në TikTok ose në filma. Leja punët pa bërë, e kur të vjej thotë ku është kjo, kam qenë në TikTok. Kam qenë të pa filma gjithë ditën. Pra burri duhet kuptoj se gruaja ka ardhur për burr, e do burr, e do të jetoj me burr, do të flasë me burr, do danoç që e trajton si princesh e si mretnesh. Momenti që burri kur vjen nga puna i fut i TikTok gjithë natën, e YouTube, e Instagram, po gruaja çfarë duhet bëj? Edhe gruaja kështu të veproj. Të hapi adresën TikTok, të shkruaj. Se të hapi adresën të Instagram dhe të shkruaj. Të si, a je mirë. A u lodhë sot nga puna. A da hajmë darkë.